rime që ndodhën në javë të fundit? Po, në rënd parë, Partia Demokratike për një kohë të shkurt e dërgojnë një mesazh që po donë me ndryshu. Në rënd parë, tërheqja e zot Memli Krasniqi nga kryetari i partisë dhe zgjedhja e zotit Bedri Hamza si kryetar përmes një procesi të shkurtër edhe një dakordim unik i gjithë strukturës, nuk pat kundërshtime rreth zgjedhjes së tij edhe veprime që i bënin pastaj rreth drenasit dhe arritja një marrëveshje se do të hinë si bashkë në këtë proces, e tregojnë një veprim që Partia Demokratike po hyn si unike, edhe që zoti Bedri Hamza e ka një mbështetje të gjitha strukturave, pavarësisht dallimeve që mund të ketë përmbrana, qoftë në grupacionet të ndryshme, qoftë në grupe të caktuara që janë normale brenda partive politike që të krijohen. Edhe kur flasim edhe për listën, e kemi pa disa ndryshime që janë bërë, dhënia përparësi në këtë rast e numrit 5 Arben Mustafës, futja në pesën e parë, tregon se ju ka dhënë hapësirë një figure cila është tregu shumë profesioniste, të paktën para sa e kemi pa në publik, një ekonomist i mirë, edhe pastaj edhe te çështja e arritjes së kësaj marrëveshje me grupin e deputetëve që dikur ishin pjesë e vetëvendosjes e pastaj si grup i pavarur, lista për familjen, mendoj që do ta ndihmoj Partinë Demokratike, se megjithatë ka një masë elektorale pas tyre, edhe për më shumë e përfaqësojnë një grup të qytetarëve që njihen pak më besimtarë se të tjerët, edhe ka treguar pak një gjenerozitet nëse flasim për ato për përfaqësimin e grupeve të shumëllojshme brenda Partisë Demokratike, që mendoj që do të shpërblehet në votë. Domethënë edhe në këtë rast edhe zoti Kujtim Gashi si numri 10, domethënë në përgjithësi zoti Bedri Hamza duket se ka dashur të dërgojë një mesazh që megjithatë po ndryshojmë, që po krijohet hapësirë për figura që jo patjetër kanë qenë kohë të gjatë. Gjithashtu partitë politike kanë futur edhe emrat të kandidatëve për kryetar të komunave, por cilët nuk kanë arritur të marrin postin e kryetarit në komunën Përkatëse. Në këtë rast është edhe Arjan Tahire, që ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës. Ishini ndoshta edhe këto figura adekuate? Po, patjetër, mendoj që zoti Arjan Tahira përgjithësi ka qenë një farë dakordimi publik për gjithë atyre që kanë bërë opinionin publik se ka performuar mirë në garën lokale për kryetarët e Mitrovicës, u tregu një djalë shumë edhe i mençur, edhe i kulturuar, edhe ka dhënë një performancë të mirë, edhe ka tregu një qytetari që mendoj që Partia Demokratike do t'i ndihmoj në këtë rast në garën nacionale, pa përjashtu këtë numrin e madh të votave që e ka pas në nivel komunal atje, edhe për Partinë Demokratike ka qenë pothuajse domosdoshme që ai të përfshihet në listën për deputet, për faktin që nuk është zgjedhur si kryetar komunë atje, dhe një figurë e re e krijuar edhe promovuar aq mirë edhe mirëpritur në përgjithësi, qoftë edhe për kundërshtarë politik, domethënë nuk kanë gjetë arsye me kritikuar si figurë, do të ndihmoj shumë Partisë Demokratike, dhe këto figurat tjera që kanë hyrë ose kanë aderuar kohën e fundit në Partinë Demokratike, patjetër që u mendoj që do të ndihmojnë Partisë Demokratike që të arrit numrin e votave. Domethënë kishim edhe një doktor atje, hematologun Adratik Berisha, mandej një Gzim Qerimi, edhe një Ilir Murtezaj që ishte si zyrtari administrator satimore nëse apo dikur kishte punuar. Domethënë janë figura që megjithatë e dhanë një energji të re, po për më shumë çojnë një mesazh që Partia Demokratike megjithatë hapet për figura të reja, domethënë gjen hapësirë më u përfshi ata që e synojnë politikën, pavarësisht që ka pas shumë mundësi që Partia Demokratike të përfshi edhe figura tjera që nuk kanë një karrierë gjatë politike, po kanë një karrierë profesionale e cila ka shumë nevojë që të shpërfaqet në qeverisje kushdo që merr pushtetin. Në fund të listës, Partia Demokratike e Kosovës ka lënë Abelard Tahirin, është i fundit, i 110 i zotri Shkotra, si e shihni?
këtë përzgjedhje që ka bërë, sepse dim që ka qenë shefi grupit parlamentar të